Dhe temi që qenën e parë vera u pëlqye shumë. Edhe miqve tanë në Itali ku ne quam ato kampionët u çuditën, ndërkohë që një miku im enolog më thotë, Remi, ti ke bërë një verë që këtu ka njerëz 40 vjet që e prodhojnë dhe nuk kanë arritur ta bëjnë, një verë e pastër pa defekte dhe kështu me radhë. Dhe natyrisht edhe për mua kjo që një nxitje dhe mua pëlqeu edhe gjithë procesi i bërjes verës. Dhe kështu le të themi filluam të punojmë në mënyrë më racionale, pra nëse fillimisht ishte le ta provojmë, pastaj filluam të ecim në mënyrë më racionale, pra me ide më të qarta. Etiketën e parë ne kemi nxjerrë në vitin 2001 dhe mbaj mend në atë kohë kam dhënë një intervistë për gazetën e asaj kohe Corriere që nuk është më tani. Dhe një ndër pyetjet që gazetarja në fund më bëri ishte cili është objektivi i kantinës Çogo. Ndërkohë që më kisha thash 6 muaj që kisha dalë me etiketën e parë në treg. Dhe unë i them objektivi është që Çogo të bëhet një brend ndërkombëtar. Mund të themi sot që me kënaqësi mund të konstatojmë që ja kemi arritur. Produktet e kantinës tonë përveç se në tregun shqiptar, gjenden tashmë edhe në disa prej tregjeve europiane. Është kënaqësi për mua që vitin e kaluar disa nga etiketat tona janë pjesë e listave të verës në restorante me 3 yje, 2 yje, 1 yje Michelin në Itali.